2.076.290 votues është numri i shtetasëve të Kosovës me të drejtë vote në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit, ose 28.998 shtetas më pak se në zgjedhjet e nënshkurtit. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote në vendvotim në Kosovë është 1.999.205, ndërkaq numri i qytetarëve që janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës është 77.085 votues. Operacionet zgjedhore po ashtu ka shqyrtuar edhe listën e votuesve që do të jetë për këto zgjedhje. Lista përmban total 2.076.290 votues, prej cilëve për votimin brenda vendit që do të figurojnë në listat votuese brenda vendit janë 1.999.205 votues. 77.085 votues janë të regjistruar për votimin jashtë Kosovës, të kategorizuar në votimin fizik edhe në votimin përmes postës. Ky është numri total, po ashtu në kuadër të këtij shërbimi dhe listës votuese, ne kemi pas edhe kohën afatin për gjithë votuesit, gjithë qytetarët që të ndrojnë qendrat e tyre të votimit, duke ditë që kanë pas vështirësi në zgjedhjet lokale për shkak të ndryshimeve të fundit që kanë ndodhur në listën votuese me ekstraktet që kemi marrë edhe nga Agjencioni i Regjistrit Civil, por edhe nga platforma e Kosovës ku qytetarët kanë ndryshuar adresën e tyre. Me këtë rast kemi pas 19.876 kërkesa për ndrimin e qendrës së votimit, prej cilëve 18.568 të tilla janë aprovuar. Numri i përfshirë votuesve të cilët kanë mbërri moshën 18 vjeçare është 7.360 persona, krahasim me zgjedhjet lokale, pra që përfshihen në listën votuese të 28 dhjetorit. S'ka ndonjë koment? E hedhëm votim, kush është për? 13 vota për, certifikohet lista votuese për zgjedhjet parakohshme të vendit të Kosovës. Kjo listë përmban 7.192 votues më shumë se në zgjedhjet lokale me 12 tetor 2025. Derisa KQZ bën të ditur se 7.360 votues janë të rinja që pas zgjedhjeve lokale të mbajtura me 12 tetor, kanë arritur moshën 18 vjeç dhe do të votojnë për herë të parë në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit për Kuvendin e Kosovës 2025. Procesi zgjedhor brenda vendit do të zhvillohet në 948 qendra të votimit me gjithsej 2.614 vendvotime, prej të cilave 910 qendra me 2.557 vendvotime për votimin e rregullt dhe 38 qendra nga një për çdo komunë, me 57 vendvotime për të mundësuar votimin me kusht. Ndërkaq në zgjedhjet e nënshkurtit, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote në vendvotime është nga 2.047.295 qytetarë. Në Republikën e Kosovës ishin 1.970.944 votues. Ndërkaq, numri i qytetarëve që ishin regjistruar për të votuar jashtë Kosovës ka qenë 104.924. Kjo nënkupton se 28.634 qytetarë jashtë vendit janë më pak të regjistruar krahasuar me zgjedhjet e nënshkurtit. Ndërsa për zgjedhjet e 28 dhjetorit, KQZ ka certifikuar mbi 1.146 kandidat për deputet nga radhët e 23 subjekteve politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, kurse 33 kandidatët nga lista serbe nuk kanë marrë votat e nevojshme për certifikim. Nga 23 subjektet politike të certifikuara, 17 janë parti politike, 3 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur.